Përsëri së bashku, përsëri të dashur miq, duke vazhduar me u mbiftuar. 10 këtë shprehje se ke që ke shumë bukur. Përsëri së bashku, përsëri në transmetim. Po, më pëlqen shumë. 5 vite e kam thënë për ditë, për rreth 5 vite nga e hëna në të premte këtë fjali e kam patur të dashur miq, gjithë ata që më kanë ndjekur dhe mund ta them se me krenarit një pjesë e mirë atyre që kanë qenë në RG Radio, kanë kaluar apo kanë patur eksperiencë edhe me topin, kështu që një super eksperiencë dhe kjo fjali më ka mbetur. Gjithsesi rikthehemi. Dhe rikthehemi në Trip Top të dashur miq, i ftuari tani më është këtu me ne, presioni ti u bë dhe u ndjes sepse nga i qeshur që ishte ulur aty që po krijonte një lloj stili, një lloj mundje. Serioz. Jo, është është roli i aktorit tani. Është roli i aktorit tani. Gjithsesi në Austrinë jo pa të drejtë zgjodh, madje lidhej kaq bukur me këtë personazh sepse ai jeton pikërisht në Austri, në një qytet që ti e përshkrove të vogël, do ta pyesim i vogël apo i madh është. Do ta themi si e përshkrova në ato mesazhet tona. Me vërtet? Ja, ta pak sekret. Ja, do na thotë si do reagoj mbasi unë ti them, "Ore, ky qyteti që nga si zgëqe." I thash ajo, "Skur po e googëlloja." Ore, pse me këtë do merremi nëse unë kam parë më ka pëlqyer shumë. Sot do të ndalemi në Bregenz dhe në studion ton kemi kënaqësinë dhe dashurinë e madhe dhe mikpritjen e jashtëzakonshme të presim Kledi Hysa. Jepi koment për zgëqen. E bën do të fik të gjithë kohës. Jemi 2 orë në transmetim mama. Bëu gati ta vazhdoj më gjatë sepse emisioni u zgjat vetëm një puntat. Zbul. Pa përgatitur. Jo betoj në pa përgatitur. Çfarë ishte kjo kështu se prisja fare? Kombinimi që nuk e dinim që Ariola Sheva, ajo është dera. Atë po thosha. Ja më dola veta vashti, përjashtoi ky. Jo këtë punë ka, Kledi po pa mua nuk bën. Ja, absolutisht nuk ka shanse. Ishte, për zotin më keni surprizuar, ndihem si e ftuar tani. Shumë faleminderit që më shumë faleminderit na solle. Bravo. Këtë atmosferë të bukur. Pa merak mikrofoni i Topit është jashtëzakonshëm edhe pa ulur ti të merr zërin, kështu që qet mos. Ose bëj kështu si unë Kledi për shembull se edhe unë kam tendencën të krusem. Folëm dhe treguam në hapje të programit pak për ty, treguam për të gjithë eksperiencën tënde artistike, por ky program fokusohet tek udhëtimet, fokusohet tek qëndrimi në rastin konkret në Vjenë dhe në këtë qytet këtë zgëqjen. Ore tani ti kthesh përgjigjen sepse unë e di që Kledi është i dashuruar me vendin që ka jetuar që prej 14 vjeç ke qenë apo jo Kled kur ke qenë në Bregenz. Dhe mbron me fanatizëm, kështu që jepi përplasu. Përshëndetje. Është qetësia para sturisë. Si ndihesh kur dikush i thot pa e njohur fare dhe duke e parë në internet vendin e fëmijërisë tënde i thot zgëqesh. Po isha unë kë. Atëherë unë kam lindur në Burrel dhe jam shumë krenar dhe i lumtur për vendin që kam lindur. Jo, po s'po flisë për Burrelin, nuk po flisë për atë në Austri. Pastaj historia bërit vetëm dhe natyra më dërgon një vend të vogël të Austrisë, qytet i vogël, quhet Bregenz. Në fillim kam qenë për një muaj babai Ja ku i ke pam, regjia fantastike. Pa specializim dhe shkuam një muaj, ishte august. Gusht, gusht dhe më pëlqeu shumë dhe kur u kthem në Burrel më duk pak sikur ai vendi ishte diçka që doja të jetoja. Dhe mas një viti pastaj si motre Burrelit është edhe aty jam ndjem më vërtet në shtëpi. Po, më ndjem si shtëpi time. Dhe kjo ishte fal austriakëve, fal lokacionit, fal energjisë. Energjia që kishte si vend. Shtrirja si vend, liçeni, mali. Kledi për ata që ndoshta na dëgjojnë edhe në fakt Shkodra ngjan me këtë përshkrim. Liçen, mal, po gradej. Për ata që na dëgjojnë edhe ndoshta nuk kanë qenë ndonjëherë në Bregenz, si do ta përshkruaje ti me pak fjalë qytetin tënd? Po 2 rrugë janë me pak fjalë ta përshkruaj ai. Me pak fjalë, Bregenzi është ka ato shihen e Italisë në arkitekturë, ka detin për mua që është liçeni është si det, që është Vlora ose po Saranda Vlora dhe ka dhe malet Alpet që për këtë gjë nifet Austria. Kështu që ka të gjitha, i gjetë të gjitha. Por e ndale vëmendjen tek natyra kryesisht. Natyra është diçka që aty po kushtohet çdo gjë, për shembull edhe sot, sidomos me moshën i shikoj shumë gjëra më në detaje, dhe se herë shikoj
qytetin ose malin si është ndërtuar, them kjo më duket si peizazh, nuk mund të jetë origjinale. Është duket si të duket si e shpikur, e dizenjuar. Është diçka që hiç atë letrën ta shikoj se s'ka mundësi. Dhe ti je shumë i lidhur edhe me natyrën, ë? Je lidhur më shumë sepse tani sigurisht edhe Burreli ka natyrë fantastike, për të drejtën, Shqipëria në tërësi. Po edhe Bregenz, nëse për diçka dallonte, ishte pikërisht për natyrën e mrekullueshme. Diçka, un kam luajtur 20 vjet futboll dhe sinqerisht nuk kam pasur këtë kohë të merrem me natyrën kaq shumë. Por detin unë kam dash gjithmonë. Dhe liçeni ishte ajo që më dha atë ndjesinë e detit. Malin nuk ose kam dashur kaq shumë, por 10 vitet e fundit nëpërmjet një çantën krah edhe një shoku tim që kam në punë, që ai merret me dhe ai është hiking, alpinizëm dhe për që të bësh hiking apo cross, biçikletë cross, po në këtë nivel që bën ai, të duhet të paguash për këtë personin, sepse ai njeh di gjithë rrugët, është si guid fix. Dhe ai më mësoi dashurinë për hiking, për malin, për në sistem në mënyrë tjetër, sepse vetëm gjë që unë merrja nga mali ka qenë skit. Që mësuam në moshën ku shkoj. Jo vetëm ti, edhe shumë të tjerë. Unë duke përfshirë dhe Arionin këtu, edhe unë njësoj. Ti je këtu? Po. Ku je këtu? Jam hiking, jam Maj malit. Tu mbas jam në fush nuk është për ata që pranë kanalin 10. Mario, se kemi edhe ca njerëz për të respektuar në radio. Është Maj Mali, po, është Maj Mali me të bar, po. Diku jam ose në Austri ose në Zvicër. A ti mund jesh në mes, këte ish Austria, këte ish Zvicër. Aty kam qenë, në kufi. Mund të bie në Austri, mund të bie në Zvicër. Në Austri në të njëjtën kohë. Ua, sa bukur, edhe kjo një natyrë fantastike. Në periudhë pranvere këtu. Gjithsesi është larg të shkosh nga Bregenzi nëpër këto hapësira hiking apo domethënë është e prekshme me lehtësi. Janë varet tash varet. Po them kështu me gjysore me makinë. Është mund janë më të afërta, gjysore 20 minuta. Pastaj ke edhe një orë gjys 2 varet sepse aty me vërtet në midis Alpeve. E ke menduar ndonjëherë ta ndryshosh qytetin, Kledi? Ti mos më vit pyetjet mua, se sa e mendova. Mos u fut në mendimet e mia. Kjo mohabet mendoj mirë. Vienën për shkak, kur ke vizituar Vienën, ke thënë pse mos ri këtu, po duhet shkoj aty. Ore ky ka zyri unë gjysore larg ore. Dgjoj, Viena është sinqerisht e bukur, kam qenë Wien Woche, java e Vienës në moshën 8 vjeçare dhe më ka pëlqyer zakonisht Viena, shumë qytet i bukur. Dhe me modelingun kam qenë shpesh në Vjenë. Por nuk e ka të ngrohtësinë dhe dashurinë që ka Bregenzi, sepse nuk është vetëm thjesht emri që ka Viena. Viena ka me vite rresht, nuk e di 7 ose 8 vite që ka standardin më të lartë sikur qytet në botë. Standardin e jetesës. Austria është zemra e Europës. Është në mes, por po ti pse nuk zgjedh sërish në këtë lloj standardi atë? Sepse standardi ku është Bregenzi. Është nga më të lartat në botë. Ashtu ë? Sepse aty ke afër 3 shtete, që është Austri, Gjermani, Zvicër. Në 2 orë me makinë je në Francë, je në Itali. Pra i ke gjitha gjërat vend strategjik, po. Kurse në Vjenë ke vetëm Vjenë. Dhe përveç kësaj, Kledi nuk Bregenzi kam përshtypjen, në faktën atë ndjesi më dha mua, është një vend që akoma nuk është shumë i rrahur nga turistët. Pra nëse ti në Vjenë mbytesh se nuk kalon dot nga aziatikët, nga orë dhe shqiptarët edhe ku e di unë më the tash, pra shumë turist, në Bregenz nuk e ndjeva këtë lloj atmosfere. Nuk ka ardhur në kohën e unë kam ardhur në gusht, se atëherë ishte Evi Shtatzan. Ti ka në fund të gushtit sepse amfiteatri është më i madh në botë në ujë, që është që një. Po që ne e pam dhe shkuam. Edhe aty ka bërë dhe filmi James Bond, është gjuar, të kam thënë këtë historinë. Në qershor dhe gusht aty nuk ec dot nga turistët. Pra është goxha vend turistik. Por është turistik gjatë gjithë vitit. Pra është turistik gjatë gjithë vitit, po jo me të njëjtat përmasa, padyshim. Po absolutisht, sepse qershori, korriku dhe gushti janë ekstrem. Çmimet, I themi pak çmime se ndoshta po bëjmë kurioz për të lokacion. Dua të fle, po jo në kushtet e Ariola Sheut që flë luxury. Ma nxori namin këtu luxury. Mbas pandemisë kanë ndryshuar çmimet ekstrem. Për shembull dhe zvicerianët tronditën. Ankohen zvicerianët për çmimet. Imagjino që nga shumë shtrenjtë. Për shembull për të hashë kështu, akoma jo ekstrem, por është goxha. Pra mund ta vizitoni, por nuk duhet të hani të dashurish. Jo, se ka, janë çmimet janë. Po nëse rin 2-3 ditë si e bë. Po nuk do të shkosh ke vende që nuk janë në qendër të Bregenzit, ke edhe
janë ashkalo këto. Po, në kom të ecin, ajkin, kalën në Zvicër këta, ku të vend shkretët? Po në përgjithësi çmimet nuk janë lirë. Më thuaj një drek tipike, 2 persona, 2 të dashuruar që han 2 gjëra, 3 gjëra, kështu han një drek normale, 2 të dashuruar. Ja, i restoranti që ishte kështu si e morëm vesh që ke qenë Ariola Sheva në këtë vendin e shtrenjtë. Jo, ishte shumë i bukur dhe mund t'ja Viva, jo ke meksikani, ishte një kështu si me arkitektur pak më klasike. Që shkua ne to që shkua me dhe pakove tipo. Me pra, që pakoj paviot. Po mi, ajo shkoi, sa ishim në 4 veta, shkoi ke 180 euro. Po 4 veta 180 euro, nuk më duket e pamundur. Me menua normale është 25 euro, po që ke edhe sallatën. Që është po ke edhe sallatën që nge mirë. Ka supermarket? Ke. Supermarket janë më lishtë këtu. Atëre ham të gjithë në supermarket, nuk ka problem, aty ka dhe ushqime në supermarket apo jo kështu, nga këto të gatshme të përgatitura. Ja u zgjidh. I zgjidhen, po kemi dhe halle të tjera për të zgjidhur pas pak. Rregull, nuk do flasim vetëm për të lokacion, sepse ti besoj je nga ata njerëz të cilët e kanë eksploruar Europën, e kanë eksploruar, po ka ai ka vënë në bio në Instagramit Traveler. Pa prandaj po them, do flasim vetëm për këtë gjë. Që unë cilësova zgë kërkoj falje, nuk do ta bëj më që ka vërtet vend shumë i bukur se regjia po na pasqyronte vetëm lokacionin që po e diskutonin me fjalë, po edhe me figurë për gjithë ata që na ndjekin në TV dhe që ka vend vërtet shumë i bukur, si në këtë moment e shohim Dëborën 200-300 euro, vetëm të jepin ato gjën aty po. Udhëtimet janë të bukura gjithmonë dhe janë eksperiencë më vete, kështu që do të ndajmë ca eksperjenca me Kledin vetëm pas pak sepse tani do të shkojmë në muzikë. Jemi në studio me Arion Muçën, Ariola Sheu dhe Kled Hysa, po ndajmë eksperjenca udhëtimesh, Kledi po na tregonte pak që ka udhëtuar në jetën e tij. Kled, e mban mend udhëtimin tënd të parë në jetë, like me avion, po mendoj se okay, kështu me makina. Pikërisht ka qenë në Austria. Për herë të në Austri. Udhëtimi i parë jetës tënde ka qenë në Austri. Kam qenë. Pra për te kufirit shqiptar. Ka qenë 96-ta. Po pra, çudi e madhe bilet, u thoje me avion. Që shkonte bileta avioni 500 euro. Si mbajmë këto gjëra. Ku shkonte ka shtrejë, nuk kisha as avion. Po tamam. Po lokacioni i dytë që të vinë në ndërmend kur flasim për udhëtimet, pra ku shkon kujtimi yt në këtë moment, kur flasim për udhëtimet. Bregenzi ishte pastaj që u vendosa dhe të jetoj. Po bëni rregull, no Bregenz më. Jo, ishte Vjena. Po pse më xhaj kaq? Ore duhet ta çojmë në Bregenz që të filloj të dashurosh dhe ti. Tani filloj flas për Linjano Sabjedoro, kur jam rritur unë 20 vite. Do ta bëjmë. Arioni vjen në Bregenz dhe ai do dashurohet. Do filloj flas edhe për Bregenz. Atë po mendoj. Ishte Vjena, kryeqyteti, që ishte një javë, kam qenë edhe një javë në ski në Alpet e Austrisë. Pastaj ka qenë Italia. Okej. Ku në Itali? Zvicra, po dhe Zvicra kam qenë pikërisht Zuriu, San Gallen, Zuriu, Lucerna, Muniu. Ka qenë shumë sepse kam qenë fan si Bayern Muniu në atë kohë, kam qenë në Muni. Ke udhëtuar me futboll? Me futboll po. Kur ke qenë lojtar? Kam qenë lojtar, po gjithë Austrinë. Vetëm në Austri ke luajtur? Kam luajtur në Austri në kategori 3 dhe 2, pastaj kam lozur në Zvicër dhe Gjermani, por aty kam qenë lokal. Vetëm kur flitet gjermanisht, me sapo kuptoj. Po. Vetëm gjermanisht. Nuk kam pas menaxher. Ke arritur menaxher. do të shkosh drejt ndoshta pa fuskocë, ndoshta s'është edhe s'ka qenë kërkesat e tua në Itali për shkak të luajë për një skuadër italiane, ke patur kërkesa? E para për ta zbuluar pak të moshën me Kledit ke futbollit. Në moshën po do bësh. Në moshën 15 vjeç kam filluar të los futboll, pas sepse nuk na lejonin prindrit të loznim kur jetonim në Austri, kështu në Shqipëri. Edhe nuk kam pasur menaxher në atë kohë. Dhe në atë kohë ishte të kishin një menaxher ishte e domosdoshme, A dhe B ishte shumë e domosdoshme edhe të paguash, duhet të paguaj. Po, të paguaj mirë menaxheri që menaxhonte dhe të çonte në skuadrat e dura. Sot është ndryshe. Sot është 1-2 menaxher. Kështu që po ti s'patë ndonjë dëmtim në gjus, i thon zakonisht që unë do isha me kategori të parë, po dëmtova te gjuri dhe se dola. Pata dëmtim, po në moshën që ishte kohë të leje futbollin. 32-3 vjeç. Ty fillojnë dëmtimet. Për gjithë ata që kanë dëmtime, por jo në trup, por tek makinat e tyre, duhet të falenderojmë Auto Direct, pjesë këmbimi origjinale për çdo model makine të dashur miq, me dorëzim të shpejtë dhe të saktë brenda nëse dëshironi dhe brenda ditës, brenda pak orësh, me çmim konkurrues që nuk e gjeni në as edhe një pikë tjetër, duke falenderuar Auto Direct dhe duke ju garantuar ata, garantojmë edhe ne, çfarë ka ndodhur? Ja, po e tregoj. Po e tregon ti, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Ka dhe një moto shumë interesant, Auto Direct. Udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt. Faleminderit që jeni me ne, faleminderit që e mbështesni këtë program që është shumë i bukur me thënë drejtën se flet për udhëtimet. Nëse do të thosha, udhëtimi më i bukur që ke bërë në jetën tënde, kë do veçoje?
Vetëm bukur ose më interesant? Vetëm. Pastaj atë me gruan dhe me fëmijën. Po, kjo është pyetje. Tan. Jo, sa mund të pyesim edhe për shembull për destinacionin që do doje të shkoje, nëse do Si te milioneri mund bësh dhe një telefonat në shtëpi nëse do. Dëgjoj, më bukur nuk më ndihma e publikut. Është nuk mund të veçoj një, nuk kam, është e pamundur, po një që do të thojë nëse ti nuk ke qenë aty, që është Stambolli, ti s'ke pa botën, s'ke pa asgjë. Nice përgjigje. Po, Stambolli, duket kaq afër Stambolli, duket kaq, po e përdor unë si shprehje, këtë nuk është kështu. Na largoi Kledi për herë të parë nga Europa klasike, ëh. Stambolli duket si një gjë që ti e prek kur të duash, ne shqiptarët Stambollin e quajmë si një gjë kështu tonën të konsumueshme. Ndërkohë edhe unë kur e kam vizituar për herë të parë Stambollin, para pak muajsh e kam vizituar, më ka lënë mbresa shumë të mira dhe më sidomos logjika e të ngrënit një ushqim që ti mendon se e ke ngrënë në Shqipëri, pra se kur ti mendon se në jetë, po ti mendon se ke ngrënë ushqim turk. Ndërkohë kur ti shkon dhe provon realisht ushqimin turk, thua, këtë ushqimin se kam ngrënë ndonjëherë, s'ngjan baklavaja jon me baklavan e tyre. U bë ka bukur këtu. Po pse bëj kaq bukur në Stamboll? Po Stambolli çfarë të impresionoi? E para ishte sepse e para është që më ka pëlqyer ishte se janë dhe si ne. Po prap nuk janë si ne. Por ata dhe prerjen fizike kanë shumë janë si ne, po nuk janë si ne. Po të duash ti shohësh si ne mund ti shohësh, po. Kanë atë mentalitetin dhe po kam punuar si model 2-3 muaj në Stamboll dhe kam jetuar dhe kam pasur çdo cep të Stambollit, qoftë në Azi, qoftë në Europë. Dhe çma kam ka bëu përshtypje që kur thot Azi sepse Stambolli lidh të dyja pjesë, evropiane dhe aziatike. Më ka bëu përshtypje që me makinë për shembull se ne kena pas shofer, nuk ka një rrugë që ecën drejt. Është gjithmonë ola o poshtë, ola. Dhe më kujtohet një moment që po ecnim, ishim 15 model makinë dhe po ishte rruga kështu. Dhe la makinën dishes. Dhe gjatë rrugës shikoje gjithmonë njerëz që pinin çaj të çdo lloj moshe në nxehtësi, ishte 40 gradë, 45 gradë. Çaj pihet pikërisht për të freskuar, edhe i ngrohtë. Pinin çaj do këtë se kuptova, aty kam mësuar krijon ekuilibër temperature në edhe një dashuri nga njerëzit. Ne shqiptarët na duan shumë turqit. Unë kur kam takuar për herë të parë një turk që fliste shqip, gjëra e parë që pyeta i thash orë, si na shihni ju ne? Domethënë, cili është perceptimi që keni ju turqit për shqiptarët? Dhe herë e parë që dëgjoja se më ishte thënë që ata nuk kishin ndonjë respekt shumë të madh për ne, më thanë ne ju duam shumë. Nuk e di nëse ishte reale apo jo, po perceptimi që më dha më duk sikur ishte vërtet ajo që më thoshte. E pash për shembull kur njoha disa direct që se ndoshta ka historian këtu që thonë si na duan ata ne, ata na kanë pushtuar, se s'dua ti futem kësaj gjë, ë? Unë kam me fakte. E kam me fakte dhe kam njohur një menaxher që merret me këto filma të serial dhe më ka ndihmuar shumë që të gjej agjenci. Me pull të kuqe apo pa? Pa, okay. Më kanë ndihmuar të gjej agjenci, më kanë ndihmuar, më ka çuar edhe me pushime, më ka paguar mbase dhe më ka ftuar bashk në atë kohë që isha me Shokë, po. Edhe ishin goxha të pra jo sponsor, jo producent, jo shok. Dhe më shlutur që të jetoj në Stamboll, që të më futej. Dhe ti pse nuk e bëre këtë? Që të më futej në serial. Nuk e bëra sepse nuk isha vetëm në Stamboll e para dhe e dyta me kë ishe në Stamboll? Me ekipin si ishte vetëm pas jetës. Po nuk ishte vetëm pas jetës edhe para gruas tani. Pse flet kështu? Unë mund të ta nxjerr këto programe të dalë digjit historia. Jemi në travel, jemi back in time. 15 vjet mbrapa. Ai ka pas jetë përpara gruas tani. Ariona, nuk kemi zot Ariona. Dhe kjo, ja. Nuk e mendove të shkoje. Ariona pretendon që ti të kesh shirë memorien për çdo gjë që ka ndodhur. Por ishte më vërtet shumë e vështirë të punoj si model në Stamboll, shumë vështirë. Dhe 3 javët e para kam vuajtur shumë, ose një muaj i parë sidomos, sepse nuk kisha njohjet. Në Europë për shembull unë jam direct booking. Pra domethënë pyetem a ke kohë, kurse atje do të bësh casting. Qartë. Dhe për ta thelluar shumë interesante. Na ri këtu se më pëlqeu shumë si tem pas reklamave dhe pas muzikës së dashurisë.